Po aq sa dorëzimi i zëvendës kryeministrit Artan Grupit në kufirin Bllaz, ashtu edhe masa e paraburgimit shtëpiak nxiti reagime në skenën politike. LSM-ja opozitare vlerëson se masa e arrestit shtëpiak është caktuar nga prokurori Daniel Kocev, shefi të cilit shtojnë ata është prokurori Anel Fidoski, që u zgjodh para një muaji në funksionin e prokurorisë themelore publike të Shkupit. Sundimi i ligjit është varrosur plotësisht. Marrëveshja mes VMRO-BDI realizohet para syve të opinionit. Caktimi paraburgimit shtëpiaka për grupin është e vërtetim se gjithçka është dakordësuar. Kush është prokurori kësaj lënde? Daniel Kocev, shefi i tij, prokurori Anel Fidoski. Ndërkaq nga VMRO thonë se absolutisht e kuptojnë revoltën e qytetarëve pas vendimit për paraburgimin shtëpiak të Artan Grupit. Presim që vendimi gjyqësor të jetë në mbrojtje të drejtësisë dhe jo bashkëfajtor në padrejtësi. Procesi gjyqësor për grupin ishte zëvendës kryeministrin dhe ministrin në qeverinë e LSD-s sapo ka filluar. Në karrikat e gjyqësore, shoqëritë do i bëjnë edhe ortakët e tij kriminal. Drejtësi do të ketë. Në BDI janë shprehur të shqetësuar për deklarimet e përfaqësuesve të partive politike, të cilët sipas tyre po krijojnë atmosferë histerie dhe linçimi të paracaktuar. Ata po e marrin plotësisht rolin e prokurorit edhe gjykatësit, duke hedhur tek masa e kujdesit, duke bërë thirrje publikisht për linçimin e përfaqësuesve të prokurorisë dhe gjykatës, pa asnjë respekt elementar për parimin e prezumimit të pafajësisë. Kutia e zezë e qeverisjes së BDI-s u vu në dispozicion të drejtësisë, kështu kanë reaguar nga koalicioni shqiptar në pushtet. Rikthimi i grupit nuk është e fundi i procesit, është fillimi i një zbërthimi që mund të çojë në demaskimin e plotë të mënyrës se si ka funksionuar BDI. Pyetja nuk është më nëse do të ketë pasoja politike, por sa të thella do të jenë ato. Nëse kutia e zezë është grupi, atëherë hapja e saj nënkupton goditje të drejtë ndaj Ali Ahmetit. I zëvendës kryeministri Artan Grupi pas 14 muajsh në Arati, herët në mëngjesin e SHN-s, u dorëzua në pikën kufitare në Bllac.